Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin. Të dashur miq të emisionit Pasqyra Shqiptare, ju uroj mirëseardhjen në hapësirën tonë në gjuhën shqipe. Në 2 javët e ardhshme, ekipi ynë do të jetë në Shqipëri për filmimet e pjesës së 2 të dokumentarit Mrekulli Shqiptare. Në fund të nëntorit të këtij viti, ne do të paraqitemi përpara publikut të gjerë shqiptaro-kanadez me premierën e pjesës së 2 të këtij dokumentari, që sjell 7 mrekulli të tjera të trojeve shqiptare. Me këtë rast dua të falenderoj me shumë mirënjohje sponsorët e këtyre filmimeve, të cilët janë Brunga Law Offices, shoqata shqiptaro-kanadeze e Torontos, Dritana Lushi i kompanisë Dea Marble, doktori kiropraktor Alban Merepeza, konsulenti i sigurimeve të automjeteve Andi Efovia, noteri dhe juristi Arjan Sultafa, artisti Hyt Vitarelli, si dhe kompania shqiptare e ndërtimeve Lakërori. Mbi të gjitha, të nderuar teleshikues, vlerësoj besimin dhe respektin e treguar nga ana e këtyre sponsorëve ndaj punës sonë. Gjatë 2 javëve të ardhshme, ne do t'ju arrisjellim pjesërisht pjesën e parë të mrekullive shqiptare, ndërsa tani po ju njoh me materialin kryesor për sot. Në qendër do të kemi një tjetër media shqiptare, Radion e Diela dhe drejtuesen e saj, zonjën Remka Huruglica, që prej më shumë se 2 muajsh në valët e stacionit Chin Radio International këtu në Toronto, po dëgjohet një zë i ri, pikërisht zëri i Remkës, e cila çdo të diel nga ora 5 deri në orën 5:30 u sjell shqiptarëve me banim në jugun e Ontarios një emision në gjuhën shqipe me lajme, njoftime, muzikë dhe biseda me të ftuar. Bisedën me zonjën Remka Huruglica do ta ndiqni në segmentin ton të dytë, menjëherë pas hapësirës së reklamave. Remka, në radh parë përgëzime për nismën, për të drejtuar Radion e Diela, por edhe përgëzime për punën e deritanishme. Unë jam një nga dëgjuesit tuaj të rregullt. Faleminderit Ilir për ftesën. Pikës pare i dëshiroj t'i falenderoj ata të cilët ma dhanë këtë shansë, do me thonë ma besun këtë detyrë jo të lehtë. Kjo detyrë don angazhim, don seriozitet dhe mendoj se do t'ja dalë, edhe pse ky nuk është profili im, por një koincidencë jashtëzakonisht e bukur sepse unë si vajzë 16 vjeçare kam pas një ftesë nga Radio Prishtina e atëhershme, e cila hapi një program me u çunte programi i dytë i Radio Prishtinës. Dhe qysh atëherë fillova me dasht gazetarin, por prindit e mi ishin ata të cilët dojshin unë me studiu diçka tjetër. Kur e mora këtë ftesë, me të vërtetë u mrekullova se kam jetë një ëndër e pa realizueshme e imja, që mu realizu tash. Kam vënë re se emisioni ka marrë një fizionomi të qartë në kuptimin e strukturës, pra ka lajme, ka njoftime nga komuniteti, ka muzikë, ka dhe gjithmonë një të ftuar. Është një zgjedhja juaj që mbritët te kjo strukturë, apo kishit mundësi ta bënit dhe ndryshe? Kjo nuk do të thotë që kjo formë e emisionit do të mbetë kështu. Unë mendoj se në të ardhmen mendoj me ndru formën, këtë formë do e mbaj tash për një kohë, sepse edhe ndëgjuesit një farë mënyre e kanë përkrahe, e kanë pëlqy. Do me thonë, kjo formë e imja që e kam zgjedhë tash është në 3 etapa. Fillimi është me lajme, pastaj vjen një muzikë të cilën po provoj me zgjedh për të gjithë ndëgjuesit e gjitha trevave që janë këtu, edhe jam tu provu me majt një farë balanse në kuptimin e muzikës dhe të gjitha tjerave. Si i merrni përshtypjet, çfarë përshtypjesh merrni nga njerëzit? Përshtypjet i kam marrë në formë të telefonatave, më kanë marrë njerëzit mas emisionit, kam pas mjaft thirrje, i falenderoj të gjithë ata që më kanë përkrah, dhe me thënë të drejtën ma kanë dhënë një farë kurajo për të vazhdu dhe për të bë edhe ma e mirë radio se që është. Por jam e mrekullume edhe me një gjatë tjetër që numri i ndëgjuesve është rrit drastik, gjatë që me të vërtet po mban shumë të lumtun dhe mendoj se do të vazhdoj kështu.
Në rubrikën e lajmeve ju jepni lajme nga Shqipëria dhe Kosova, ndonjëherë edhe nga Maqedonia, nga shqiptarët atjeshëm. Nga i merrni këto lajme? Ku mbështeteni? Unë si smundje e kam me vitet tana që zgjohem mëngjes me kafe, gjithmonë në kompjuter, shfletoj gjitha gazetat shqiptare, kosovare, dhe aty do me thanë mbledhi ato lajme të cilat janë ma aktuale gjatë javës. Aty e baj një farë përmbledhje të lajmeve. Gazetën Shekulli e kam të shejt që e du dhe lexoj me andje, po ashtu edhe Bota Sot e cila botohet në Kosovë. Po njoftimet komunitare, ku i merrni informacionet për këto njoftime? Me thënë drejtën, për njoftime komunitare, tash jam pak ma afër me komunitetin e Hamiltonit. Ata më thrasin dhe më përkrahin një farë mënyre për gjitha risit që ndodhin atje, do me thonë ata më lajmërojnë në formë telefoni apo shkrese. Keni nevojë që të keni më shumë lidhje me shoqata të tjera, me institucione të tjera, për shembull me ambasadën në Ottawa, me shoqatat në London, Toronto, në Ottawa? Jam e interesume me thënë të drejtën, jam e hapun edhe momenti që e mora radion, unë i kontaktova të gjithë, do me thënë të fillu prej ambasadës në Ottawa, dhe me të thënë të drejtën nuk mora përgjigje prej tyne. Vetëm përgjigje që e kam marrë ka qenë përgjigja e Gens Tiranës, konzulit. Do me thënë ai mu ka përgjigj, për ndryshe të tjerët nuk janë përgjigj. Sa e njihni ju rem nga komunitetin shqiptar në Kanada? Se të drejtosh një radio duhet kesh njohje të mira, të thella, dhe nëpërmjet këtyre njohjeve, si të thuash, të pasqyrosh jetën komunitare. Sa vjet keni në Kanada tek e fundit? Unë jam 14 vite në Kanada, për ndryshe Kosovën e kam lëshu 24 vite më parë. Komunitetin në Toronto më mërmendja se e njoh mirë. Në përgjithësi, çfarë përshtypje ju bën të shqiptarët e Kanadas? Çfarë tendence kanë ata? Janë të integrueshëm apo jo? Dhe në mënyrë të veçantë shqiptarët e Kosovës? Shqiptarët e Kosovës. Sa ata besoj i njihni më mirë. Aq sa njoh shqiptarët Kosovës, ma shumë njoh shqiptarët Shqipnisë, edhe jam ma shumë në kontakt me shqiptarët e Shqipnisë se sa me shqiptarët e Kosovës. Por ma merr mendja se dy palët janë gjetë mirë në këtë vend. Kanë hap biznise të ndryshme, kanë, do me thënë, fëmijët e tyre vazhdojnë në për universitete, në për kolegje të ndryshme, dhe kemi një numër të madh artistësh këtu, të cilët vinë nga Shqipënia e të cilët edhe nga Kosova, i falenderoj nga zemra sepse kanë qenë pjesë e emisionit tim. Do me thënë, momenti që ju kam bërë thirrje janë përgjegj, dëshiroj t'i përshëndes të gjithë, do me thënë Rudin Lengon, që është një margaritar i Shqipënisë, i cili funksionon këtu në mënyrë të mrekullueshme. Pastaj Shkëlqim Tafajin, një violinist, Rifat Dajti, një shkrimtar, dhe Ina Xoxën e përshëndes, gjithashtu një aktiviste e cila mirret me fëmijët e vet, po ashtu edhe me fëmijët e lagjës. Të gjithë këta ju i keni patur të ftuar në minutat e radios së diela. Të gjithë këta i kam pas dhe i falenderoj edhe një herë që do me thënë e kanë mbush emisionin tim dhe e kanë bërë shumë ma të ndëgjuar se që ka qenë. Më flisni pak për familjen tuaj, nga sa njerëz përbëhet? Unë kam shokun e jetës, si nanin i cili më përkrah jashtë mase. Kam 3 vajza, Nitën, Gresën, Leën dhe kam një çun, Diellin. I paç me jetë. Faleminderit i lirë.
Pas ke shpenzuar shumë kohë për rritjen e tyre, me siguri. Po, me thënë drejtën, tanë kohën ja u kam kushtu fëmijëve të mi. Do me thënë, kjo është edhe kam marrë një satisfakcion, sepse dy vajzat e mëdha kanë diplomun, jena në Ryerson, jena në University of Toronto. E treta është në vitin e tretë në Ryerson dhe çuni tash këtë vit shkon në University of Toronto, është i akseptu. Si e mbushni kohën tuaj të lirë? Ma mërmenja përveç internetit, se interneti tashmë nuk është më hobi, është bërë si që thatë ju një smundje. Po, smundje. Me thënë të drejtën, kohën e fundit nuk kam asnjë pikë kohë të lirë, sepse ende mirem me fëmijët e mi, edhe pse i kam të rritun, po ende jam e angazhume. Kohën që kam të lirë, zakonisht e kaloj me Sinanin, në kinema, në ndonjë teatr, në ndonjë ekspozit, në kështu koha ime që e kam, do me thënë e kaloj. Pak informacion mbi orarin dhe valet e transmetimit të Radios e Diela. Radio e Diela transmetohet çdo të diel në orën 5 deri në 5:30, në valet 15:40 AM dhe 91.9 FM. Nga cili stacion? Në Qin Radio. Dhe mendoj se është kohë shumë e mirë për ndëgjuesit. Është e diel, është pasdite dhe ndëgjuesit në atë kohë më përmendja se bajnë një farë pushimit pasditës dhe po ashtu dëshiroj që t'i informoj ndëgjuesit e radios se që nga data 1 korriku dhe deri në 1 shtator, radia do të ketë një formë tjetër. Do me thënë, për një arsye, sepse gjysa e bashkëdhetarëve tonë shkojnë për të vizitu familjet e tyre. Dhe mendoj se do jetë ma e mirë në qoftë se shkojmë me muzikë, dhe do të ketë aty këtu ndonjë poezi, por kryesisht do të jetë emisioni i mbushur me muzikë. Si mund të ndihmojnë shqiptarët e Kanadas RMK? Në çfarë formë? Me siguri mbështetja më e mirë është në formë financiare. Dhe ju pastaj me këto para mund ta zhvilloni këtë emision, mund ta zgjeroni. Më jepni pak më shumë informacion. Çfarë ndihme keni nevojë juve për shqiptarët e Kanadas? Më vjen ndihma natyrisht e biznismenëve, po ashtu edhe e individëve të cilët mund t'japin një farë mbështetje radios në qoftë se kanë ndonjë fest, ndonjë urim, do me thënë ndonjë dëshirë të tyne, në këto forma, do me thënë, po kush është i interesuar për me mbështet radion, ata adresën e dinë dhe mund të më telefonojnë. Të nderuar teleshikues, siç mund t'jeni në dieni, qeveria kanadeze që prej disa kohësh po tregohet do shtrënguar në lëshimin e vizave për vizitorët shqiptar. Në nëntor të vitit kaluar, viktime e sistemit shtrëngues dhe as pak të arsyeshëm, ra edhe skulptori shqiptar Bernard Legegaj, autori shtatores së Nën Terezës, vendosur në Montreal nga shoqata shqiptare e atij qyteti. Ne do të kishim dashur ta zhvillonim bisedën me Bernardin ditën e përurimit, pra më 24 nëntor të vitit kaluar, por nuk që e thënë. Megjithatë, bashkëpunëtori ju në Tiranë, e Sateliti dhe kameramani Arben Tafili na sollën për ju këtë bisedë që do të ndiqni në vazhdim. Si të lindi ideja për ta realizuar këtë shtatore? Fillimisht ju falenderoj shumë për vëmendjen që keni treguar ndaj meje. Ideja është ne si artista, po themi gjatë gjithë kohës se kemi në përpunim idenë për çdo lloj shtatore, çdo lloj monumenti ose çdo lloj figure të cilat mund të krijohen. Pastaj realizimi Nën Terezës ishte pasojë e bashkëpunimit që patëm me basinë shqiptare të Quebecut Montreal. U përpoqja që të realizoj bocetin me ato konceptet e mia, idetë e mia që kam mbi figurën, mbi karakterin personal të Nën Terezës. Si u njohët me këtë ide? Me këtë ide u njoha rastësisht në fakt, fal një mikut tim i cili më telefonoi dhe më bëri me dije që është shpallur një konkurs për realizimin e monumentit Nën Terezës në Kanada.
Unë pas që kontaktova personalisht me zotin Kujtimi Ismaili, mora pjesë në kurs, bëra bocetin, realizova dhe fotomontazhe dhe qasje teorike mbi figurën e Nën Terezës. Dhe ju komunikuan pastaj se keni fituar? Po pastaj me komunikuan se nga gjithë artistët që ishin pjesëmarrës në Kanada, unë rezultova fitues. Është me mjaft interes të dim diçka më tepër rreth jetës tuaj. Kush është Bernardi? Ju keni mbaruar për skulptor? Atëherë është pak e vështirë ndoshta të flas unë për veten time, sepse është e vështirë për gjithë, por unë jam dhe një i ri tashmë, jam vetëm 27 vjeç, dhe sa pak kam filluar në këtë profesion. Por le të themi nuk jam shumë i ri në këtë profesion sepse kam pas bashkëpunime të vazhdueshme në realizimin e projekteve të ndryshme që kemi pasur mes nesh, sepse unë bashkëpunoj vazhdimisht me një grup skulptorësh, të cilët jemi kolegë që në kohën e akademisë, grup shokësh, dhe kemi realizuar shumë projekte dhe iniciativa të cilat janë mirë pritur dhe kanë qenë me mjaft interes për vendet e ndryshme ku janë organizuar. Unë jam sapo diplomuar, po themi në 2010 jam diplomuar në Akademinë e Arteve. Dhe ky është projekti i parë ose monumenti i parë i cili realizoi, domethënë, në mënyrë vetjake. Si arritët ta realizoni skulpturën shtatore në Nën Terezës? Ku mbështetet? Në fakt nuk është hera e parë që merrem me figurën e Nën Terezës. Kam realizuar dhe bustën e Nën Terezës në Muzeun e Mirditës në Rrëshan. Është hera e dytë që merrem, por këtë rast në monument, në një zhanër tjetër, sepse radhën e parë ishte në zhanrin e bustit. Figura e Nën Terezës, si çdo shqiptar, gjithë ndjehemi paksa të emocionuar kur merremi me të. Është një figurë madhore e cila i përket gjithë botës, pavarësisht se ka rrënjët në Shqipëri. Dhe në këtë prizëm, unë jam përpjek domethënë që të shikoj të gjitha anët e Nën Terezës. Ashtu si rekvizitat fotografike, si mendimin e saj mbi filozofinë, mbi Zotin. Unë jam përpjekur që të gërshetoj, si më thënë, gjitha këto marrëdhënie ose gjitha këto fenomene që i përkasin figurës Nën Terezës. Unë po shikoj modelin tjetër këtu të Nën Terezës me kokën lart. A mund të më shpjegoni lutem pse pikërisht këtë mënyrë vështrimi? Personalisht e gjykoj Nën Terezën si një figurë pa dashur që as ta lavdroj apo të egzagjeroj meritat e saj. Personalisht e gjykoj një figurë mbi njerëzimin. Po themi mbi mua. Nën Tereza është një figurë e cila ka pasur besimin tek Zoti dhe shpirti i saj është ushqyer nga lart. Pra përmes atij besimi, përmes asaj energjie që ajo ka marrë nga lart, ka arritur që të bëhet pjesë e gjithë asaj që bëri për njerëzimin. Dhe unë desha me pa një prizëm tjetër. Nën Terezën, të cilën gjithë shkojmë ta shohim, nuk shkojmë ta shohim më sikur ajo po na mëshirohet. Po shkojmë ta shohim tamam siç duon të jetë një shenjtaresh, e cila meriton të jetë shenjtaresh. Është një shenjtore, sipas mendimit tim, një shenjtore e cila ka bërë shumë për njerëzimin, gjithmonë duke pasur si burim të shpirtit vet ose si ushqim të shpirtit vet krijuesin, gjithë krijuesin. Sa kohë keni punuar për ta realizuar? Po që nga korriku deri në nëntor kur u bën nisja në Kanada, kam qenë vazhdimisht në komunikim me ta. Sepse procesi i realizimit të punës është paksa i gjatë i ndërlikuar, se niset ka disa caqe që kalon. Vepra është realizuar këtu në Shqipëri dhe është nisur për në Kanada? Është realizuar në këtë studio. Po dhe ju e keni ndjekur vetë deri në momentin final, deri në vendosjen atje ku është përcaktuar në sheshin në Montreal? Patjetër, sepse unë kam realizuar dhe bazamentin përveç Nën Terezës. Është realizuar dhe bazamenti këtu, të cilin e kam derdhur në beton, sepse kam dashur të bëj një kompleks mes skulpturës dhe bazamentit, të krijoj një lidhje prapë disi ndoshta unë po themi të veçantë. Dhe është bërë gjitha nga këtu. Edhe mënyra se si do montohet, gjithçka është realizuar, kam realizuar gjithën këtu dhe ja kam ndjek vazhdimisht deri në momentin e fundit që është montuar nga inxhinierët në Montreal. E keni ndjekur, nuk keni qenë vetë në Kanada? Jo, vetë nuk arrit ta shkoj. Po pse? Arsye e vizës, më refuzuan ambasada kanadeze në Rom, kështu që. Do të thënë ju nuk ishit në inaugurimin në ceremoninë e inaugurimit të shtatorës? Fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht nuk arrita të marr pjesë, por gjithsesi ndërimi jo bë sepse shqiptarët e ndjen shumë atë moment dhe kanë qenë goxha të pranishëm.
Për mu është pak si të them, është pak e vështirë, sepse është njësoj si një baba t'i lindi fëmija në maternitet dhe mos t'i zotit a shoh. Kjo është pak sa e vështirë, përgjithëse si përdisa ka qenë e oma atje, po themi që është në rregull, se kanë qenë organizatorë dhe gjithçka ka shkuar më së miri. Ju siç më thatë, pra jeni skulptor i ri dhe për një artist si ju në këtë moshë, përfaqësimi me një punë kaq dinjitoze, kaq serioze, është një fillim i mbar. Unë në emër të gjithë teleshikuesve që na ndjekin në këto momente ju uroj suksese dhe vazhdimisht punë të mbar. Ju falenderoj shumë dhe suksese edhe ju në punën tuaj. Dhe uroj që të keni sa më shumë emisione të tilla dhe të përkrahni sa më shumë artistë të tillë të ri, të cilët me të vërtetë kanë shumë nevojë për përkrahjen e medias dhe më tepër. Ky segment u mundësua nga Dea Marble, punime graniti dhe mermeri nga një prodhues shqiptar. Në vazhdim bloku i njoftimeve komunitare. Këshilli i Xhamisë njofton anëtarët se zgjedhjet për bordin e ri drejtues do të mbahen më datën 15 qershor, ditën e shtunë, duke filluar prej orës 10 paradite. Adresa e Xhamisë 564 Anet Street në kryqëzimin e Runnymede me Anet këtu në Toronto. Njoftim nga shoqata shqiptaro-kanadeze për Hamiltonin. Njoftohet se më 15 qershor, kjo shoqatë do të organizojë piknikun tradicional familjar. Ky piknik do të mbahet në Bled Park Picnic 4650 South Service Road në Beamsville, pra në afërsi të Hamiltonit. Hyrja kushton $5 për person. Sikurse edhe në vitet e kaluara, do të shërbehet ushqim tradicional shqiptar, pije të freskëta dhe do të ketë lojra të ndryshme sportive për të rritur si dhe për fëmijë. Për hollësira të tjera, jeni të lutur të kontaktoni drejtuesit e shoqatës në numrin e telefonit që shfaqet në ekran. Të dashur bashkëdhetar, Frederik Noci, këngëtar i talentuar dhe mjaft i suksesshëm si brenda Shqipërisë, ashtu edhe në diaspor, i ftuar në Toronto. Interpretimi i tij live me muzikë nga të gjitha krahinat e Shqipërisë do ta bëjë mjaft interesante mbrëmjen e organizuar me këtë rast, më datën 2 qershor, ditën e diel në Ella's Banquet Hall. Frederik Noci në Toronto. Për rezervime dhe informacione të mëtejshme, telefononi në numrat e poshtë. Të nderuar teleshikues, faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionet tona të ardhshme. Tuja tjera. Ky segment u mundësua nga Musta Travel, agjenci udhëtimesh me shërbime biletash dhe pushimesh. Kurseni para tuaja me Musta Travel.